Kryeministri në detyrë, një herësh kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, ka folur më 16/6/2025 rreth ngërçit institucional të krijuar nga moskonstituimi i legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar deputetët e partive që deri para zgjedhjeve kanë qenë në opozit për mos pjesëmarrje në votim për Komisionin për Votim të Fshehtë. Unë çdo herë shkoj aty që të konstituojmë Kuvendin, ata që vinë por bojkotojnë, duke mos votuar dhe nuk e di pse vinë, ka deklaruar Kurti. Për bindjen time, ardha në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit politikisht është zgjedhje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, meqense pika 128 e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nga 26 gushti i vitit 2014 thotë që të gjithë, përkatësisht secila edhe secili deputet, duhet të votojnë për, kundër apo abstenim, ka deklaruar Kurti para mediave. Tutje ai ka deklaruar se konstituimi i Kuvendit është përgjegjësi e të gjithëve. Përgjegjësia e tij dhe vetëvendosjes sipas Kurtit është formimi i qeverisë së re pas konstituimit të Kuvendit. Unë ju bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim dhe me që e provuan votimin e hapur, le të provojmë dhe votimin e fshehtë sepse abstenoi dhe e parashtet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese prej nga viti 2014, ka deklaruar Tutje Kurti. Sipas tij, rruga për dalje nga ngërçi është e qartë vetëm se duhet vullnet. Ai ka deklaruar se do të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për lëndën e dërguar nga AHK-ja kundër procedurës për votim të fshehtë. Ne respektojmë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por duhet të kemi edhe një herë atë, ka deklaruar Kurti. Me 45 vota pro dhe 1 kundër, Kuvendi i Kosovës nuk arriti as në tentativën e 32 që të konstituohet. Vendimi i kësaj seance do të vazhdojë të martën më 17/6/2025 nga ora 10. Më 15/6/2025 morën pjesë 75 deputetë gjithsej në seancën konstitutive. Kjo seancë ka mbetur në pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Seanca është vazhdimi i ndërprerjes së vazhdueshme për shkak të pamundësisë për të krijuar Komisionin për Votim të Fshehtë për zgjedhjet e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, që ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit, ka propozuar Albulena Axhiun për këtë postë. Megjithatë, ajo nuk ka arritur të sigurojë numrin e nevojshëm të votave në asnjërin nga herët kur është proceduar në votim.